Rritja e çmimeve në produktet bazike deri tek ato më pak bazike tashmë është shqetësimi i gjithë qytetarëve të cilëve ju është rënduar shporta sa i përket pagesës, por jo edhe sasisë. Kjo sipas marketeve po ndodh për shkak të kërkesave të kompanive prodhuese, por edhe mos kualifikimit të punëtorëve. Fillimisht unë jam klient i plus marketit, edhe unë konsumoj artikull ushqimor, po mund të them se çmimet e artikujve që kanë pas ngritje ndër gjërat më kryesore janë faktor është mos kualifikimi i fuqisë punëtore, edhe faktori i dytë është në kërkesat e ekstrem të mëdha të qendrave tregtare ndaj kompanive, sidomos atyre vendore. Mendoj se këto dy faktorë janë kryesisht në rritjen e çmimeve në tregun tonë. Sa i përket vendimit të qeverisë për nivelizim të çmimeve në barnatore, mendoj se kjo duhet të ndodhë edhe në qendrat tregtare. Kriza e punëtorëve, mos kualifikimi i punëtorëve është edhe një faktor për rritjen e çmimeve. Remzi Bytyçi thotë se sikur ligji për barnatore i njëjtë duhet të zbatohet edhe për furnitorët ushqimore. Kjo pasi kjo situatë është e papërballueshme për qytetarët. Çmimet aktuale që janë, ne si kompani po flas, ne i marrim çmimet aktuale, e kemi marzhën e caktuar prej furnitorëve që e bëjmë ne, po aksionet janë vetëm mbështetje, është një mbështetje e vogël e klientit që të rrej klientin me u furnizu po çmimet në përgjithësi janë shumë ngritur edhe urgjentisht duhet marrën masa diçka se me të vërtetë është e papërballueshme shporta e qytetarit në këto çaste që po flasim. Na e kemi një klientelë tonë që kemi shumë besnik dhe nuk na shkalon neve për furnizime mirë, po ka vërejtje edhe te klientela, ka vërejtje edhe te punëtorët që punojnë këto, se me të vërtetë me këto paga vështirë me kalu muin me këto çmime që vizotrojnë në Kosovë. Ndërkaq edhe qytetarët mbrapa kamerës janë ankuar se çmimet janë të larta dhe të papërballueshme.